Përshëndetje të gjithëve, nisim sot bisedën tonë, 7 pyetje, të Unionit të Gazetarëve Shqiptar Profesionistë Diasporës, me të ftuarin kandidatin e pavarur të Bashkisë së Matit, zotin Eduard Brahilika. Kujtojmë se Bashkia e Matit mbeti pa kryetar bashkie pas dorëheqjes Agron Malajt dhe zgjedhjes së tij si deputet i Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 maj 2025. Dhe Presidenti i Republikës me një dekret posaçëm vendosi dërgimin e Bashkisë së Matit në zgjedhjet e parakohshme. Mirëmbrëma zoti Brahilika, faleminderit shumë që pranove ftesën tonë. Faleminderit, mirëmbrëma, kënaqësi. Para se të nisim, unë doja thjesht një prezantim të bordit drejtues të Unionit të Gazetarëve Shqiptar Profesionistë Diasporës. Nisim me kryetarin ton, zotin Skënder Buçpapa, i cili lidhet nga Zvicra. Kemi zotin Artan Kutra, i cili lidhet nga Franca. Kemi zonjën Elida Buçpapa, e cila lidhet nga Zvicra. Kemi zotin Ardian Murraj, i cili lidhet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kemi zotin Genc Burimi, i cili lidhet nga Franca, dhe jam dhe unë, Alba Kepi, që lidhem nga Italia. Shkurtimisht dua vetëm t'ju kujtoj dhe ju të njiheni me ne, Unioni i Gazetarëve Shqiptar Profesionistë Diasporës është themeluar në vitin 2021, është i regjistruar në Bern të Zvicrës. Ne jemi përpjekur gjatë këtyre 4 viteve të aktivitetit tonë të japim një profesionalizëm në përcjelljen e medias së lirë dhe medias së pavarur. Kemi qenë me statusin vëzhgues në zgjedhjet e 11 maj 2025 dhe kemi pasur pikërisht në fokus mbrojtjen e të drejtës së votës në një shoqëri demokratike. Dhe në këtë fokus kemi nisur dhe këtë cikël takimesh me kandidatët e pavarur pikërisht për t'i dhënë zë dhe për t'i dhënë mundësi të rrëfejnë për fushatën e tyre dhe për zgjedhjen e tyre si kandidat pavarur. Unë e nis me njëherë duke dhënë fjalën kryetarit zotit Skënder Buçpapaj me pyetjen e tij. Zotri Brahilika, ju keni një profil të veçantë si kandidat i pavarur për kryetar bashkie. Vini nga klasa e të përndjekurve politik. Vini nga një krahin e cila si vendlinje e mbretërzor është ndërmjet përndjekurat e regjimit komunist. Sipas jush, ku qëndrojnë e përsi tuaja ndaj kundërshtarit? Dhe sa gjasa reale keni për të zgjedhur ju kryetar bashkie i Matit? Po, faleminderit, do të dëgjova pyetjen, është e vërtetë, unë vi nga siç dihet, kandidohet për Bashkinë e Matit për shkak të zgjedhjeve parakohësh për arsye se ish kryetari i bashkisë la mandatin për të kandiduar si deputet dhe i përkas një treve e cila është në gjykimin tonë dhe të shumë tjerëve është një treve e cila ka qenë e pasur me histori, me trashëgimi kulturore, me vlera njerëzore, madje siç edhe ju thatë, unë i Mati krenohet me njeriu i cili bëri shtetin e parë shqiptar Mehmet Zogun. Por unë i përkas një familje të përndjekur politik, një familje e cila ka provuar të gjitha llojit e veprimeve arbitrare antinjerëzore të shqiptarit kundra shqiptarit, si vrasjet, burgosjet, internimet. Në këtë kuptim e ndjej veten të privilegjuar që pas viteve 90 u pata fatin që isha i ri dhe pas viteve 90 u mirë shkollova me 2 fakultete dhe konkretisht kam statusin kam mbaruar shkollën për drejtësi dhe sot punoj si avokat, një profesion i lirë, një profesion i nderuar në mbrojtje të fjalës lirë, në mbrojtje të drejtës dhe se e di fort mirë çdo thotë e pa drejtë ndaj kundërshtarit. Jemi në një situatë politike kombëtare ku fjala e lirë e vetmja elementi i parë i demokracisë është vënë në rrezik. Dhe është vënë në rrezik për shkak të qeverisjes të fundme 13 vjeçare kur gjithë secili dihet i frustruar për shkak një interesi të vogël personal. E në këtë kuptim unë mendoj të përçoj një mesazh tek qytetarët që po jemi ne, po duhet jeni dhe ju të mbështesni një kandidat si Eduard Brahilika për që është zëri juaj.
Motoja ime në këtë fushat elektorale është për t'i dhënë një mesazh popullit të Matit, popullit të Matit, dhe mesazhi im është i qartë. Çfarë është, nëse i ka mbetur një element demokracisë në Shqipëri, është i vetmja karrige që prodhohet nga populli, është karriga e kryetarit të bashkisë. Për faktin se edhe parlamenti prodhohet në një formë tjetër të kamufluar dhe kemi një majoritar të pastër, por karriga e kryetarit të bashkisë është karriga 100% që buron nga populli. E të drejtosh një bashki ku populli të vendos në atë karrigen për të administruar jetën e përditshme e tyre, për të vendos prioritetet e tyre, është përgjegjësi. Në fund fare unë kam një angazhim me Matjanën, se ajo karrige nëse do të jepet mundësia që të drejtoj Bashkinë e Matit, do të jetë e tyre. Dera e bashkisë do të jetë e hapur. Të gjitha ata prioritetet e mia që unë kam identifikuar gjatë kësaj kohe, kam punuar rreth 25 vite në administratë e në jetën time private dhe njoh gjithë problematikat e Matit. Po nëse më jepet mundësia, gjëja e parë që më shkon në mendje, atë buxhetin e vogël të bashkisë, bashkëpunimin me donatorët, financime të ndryshme nga shoqata OJF, ta vënë në dispozicion të fjalës së popullit, nevojave të popullit. Unë kam konstatuar problematika thelbësore. Ajo çfarë unë kam parë gjatë këtyre ditëve, kontrata ime me popullin e Matit është një kontratë besimi. Është një kontratë e cila unë në raport me kundërshtarin kam një qasje krejt tjetër në mënyrën se si ka funksionuar, se si funksionon bashkia, si ka funksionuar deri sot. Dhe mënyra se si do të funksionoj nëse mua do të më jepet mundësia të drejtoj Bashkinë e Matit. Unë kam, përveç se kandidatit, kam edhe të tjerë të cilët kanë pushtet politik, pushtet ekonomik, pushtet financiar privat, dhe fondet në Bashkinë Mat janë përdorur për interesa klienteliste personale dhe nuk janë përdorur për të zhvilluar sektor strategjik të Matit. Në këtë kuptim, qasja ime është krejt tjetër, është marrëdhënia me popullin e Matit, dëgjimi i hallave problematikave. Unë thash që kam konstatuar të gjithë problematikat në Bashkinë Mat dhe të gjitha ata, nëse mund të më jepet mundësia, të gjitha problematika unë i kam të listuara. Dhe këto problematika duhet trajtohen në raport me dëgjimin e të gjitha këtyre. Nuk mund të buxhetoj unë një buxhet të Bashkisë Mat për të administruar ekonominë e matjanëve, pa marrë nga terreni të gjithë problematikat dhe pa u konsultuar dhe kush janë nevojat emergjente të Bashkisë Mat. Juve zëvendësoni dikë që fitoi në zgjedhjet legislative. Jo, kishte votime, nuk kishte zgjedhje. Në zgjedhjet legislative sa fitoi PS-ja juve? Sa fitoi në krahasim me opozitën, me PD-n? Edhe një herë, nuk kishte zgjedhje, kishte votime. Zoti Burimi. Shumë më shkurt të parë. Si kam pyetje. Jo, ai nga Tirana që po dëgjon ose nga Konispori nuk e ka ide fare se ka dalë rezultati në Mat. Mund të kujtojmë çik sa dalë në Mat, PS-ja PD-ja. Po të dinë të hap internetin. Është 2000 vota përpara. 2000 vota. Me numër deputetësh, me vendin në parlament, Organizimi i zgjedhjeve është në 5 mandate 3 PS-ja dhe 2 PD-ja. Është 3 PD-ja, shumë bukur. Atëherë, përse 6 muaj më vonë, ju mund fitoni atje ku nuk fituan, atje ku nuk fitoi para 6 muaj, çka që pyetemi. Ndërkohë që kodi i rizgjedhor nuk është bërë, ndërkohë që siç votën në maj mund vjedhi prapë tani. Çfarë ka ndryshuar në 6 muaj që juve atë që smorët si opozit në maj mund ta merrni tani në nëndor? Unë besoj fort tek kontrata tek inteligjenca e popullit, besoj fort se pavarësisht faktit se ka patur Partia Socialiste mbështetje në këto vitet e fundit, ka patur mbështetje dhe nuk ka patur mbështetje për shkak të mbështetjes popullit, por kanë shfrytzuar fukarallikun në funksion të zgjedhjeve. Zoti Burimi, nëse më lejo do të them një fjalë, e kam përmendur çdo takim timi. Dhe fjala është kjo. Gjithë secili prej nesh në Mat ka një hall, ka një problem. Dhe hallin dhe problemin ton ata e kanë kapur për fyti, si shishën e ujit unë këtu. Dhe hallin dhe problemin e mbajnë peng popullit. Dhe ai halli nuk zgjidhet asnjëherë, sepse ai halli është në funksion të votës. Është thjesht zoti Burimi. Pra shfrytëzohet fukara. Përse treni bullgar do ndodhi tani? Përse mbushja votave do ndodhi tani? Përse patronazmi do ndodhi tani? Kto dua di unë, pastaj hallet të tjera diti. Pyetje shumë e thjeshtë, janë 7 pyetje të tjera. Sepse unë
Unë do të përballem se di fort mirë se unë atë kë përfaqësoj dhe do të përballem për të eliminuar trenin bullgar në qytetin e Borrelit dhe ky të jetë një mesazh i popullit shqiptar, i matjanëve për gjithë Shqipërinë, se gjithë kërkojmë një Shqipëri të lirë e demokratike. Elementi bazë i një demokracie është vota e lirë e popullit. Pra kërkoj që të lexohet vota e popullit të madh. Dhe nëse do të lexohet vota e popullit të madh, unë jam fituar zoti Burimi. Më di për edhe një herë pa paspurinë edhe një herë. Nuk di jam i saktë. Do të jeni saktë. Mund të relatojmë tutje edhe pra fatin kohore. Do çoni njerëz që kontrollojnë këtë, duhet diçka konkrete. Përse do eliminohet treni bullgar? Përse do eliminohet patronazhi? Përse ato gjithë fenomenet negative Si do të eliminoni? E di ka shumë element përveç tregut bullgar. Ka administratorë që janë fushat. Ka fonde shtetërore që janë fushat. Ka gjithë elementet që janë fushat. Por ama dita e votimit do të jetë dita e shehtë, s'është dita e jetësime për ballë. Ashtu që edhe për në maj, po ja votën. Dhe unë kam të gjithë infrastrukturën e nevojshme. Kam gjithë potencialin tim intelektual. Do t'i vjet gjithë burimet njerëzore të mia që më rrethojnë për të siguruar matjanëve votën e lirë. Është aja një demokracie vota e lirë. Për sa kohë shqiptarët nuk do të votojnë me votë të lirë, ne nuk do të kemi shtet, ne nuk do të kemi sukses. Dhe unë e di zoti Burimi si unë një shqiptar që i doli të mirë në Shqipërisë, atje ku jeni. Dhe kontributi juaj i shmuar është gjithmonë në respekt fjalës së lirë. Raporti i OSBE-s është i fundit fare është tranzit. Asnjëherë nuk ka qenë raporti i OSBE-s në këto përmasa. Ju e dini fort mirë se në Shqipëri se si di fort mirë dhe unë kam dënuar PD-n që pranoj në nëndorin. Ju do ta kishit pranuar në nëndorin pa bërë një kodër zgjedhor, por keq zgjedhje juaj. Nuk mund të hysh ty në zgjedhje me një arbitër të njëjtë. Po kjo është për zgjedhja juaj, kështu që më dha për jend. Ju uroj që të rini ta luni votën, por s'kam as pikë besimi sepse edhe 6 muaj vetëm të jeni supermena. Po vazhdoni. Për mua to zgjedhje do të bashin. Zoti Burimi, pas të zgjidhur zgjedhor penal me penaltete të rënda shumë, atëherë po prap, ku diun, të njëjtat shkaqe të çojnë të njëjtat vasoja. Tu do flasim prap do jemi pas 9 nëndorit. Faleminderit Genci, faleminderit zoti Brajlika. Fjalën e jap zotit Artan Kutra nga Parisi, Franca. Mirëmbrëma zoti Eduard. Unë do të doja t'ju bëja vetëm një pyetje. Cili është propozimi juaj, po vetëm njëri, që ju i drejtoheni banorëve të Matit duke ju thënë, votoni për mua se unë do bëj këtë gjë, për shembull, do bëj rrugët, ose do sjell ujin, ose do rregulloj shkollat, ose vetëm një propozim që ju doni t'ja mbushni mendjen votuesve të Matit që të votojnë për ju. Po vetëm një. Ose të parin, më kryesorin. Që të zhvillosh Matin janë tre pika kryesore që kërkoni jo. Po mirë, mi thuaj të treja për shumë shkurtimisht. Zoti Burimi, në qoftë se do të kërkoni vetëm një argument, unë kërkoj që Matjani t'i kthehet dignitetin në vend. Në qoftë se kërkoni se kush është vizioni im për qeverisjen e Bashkisë Mat, janë 3 drejtimet kryesore. Është turizmi, bujqësia dhe blegtoria. Pa turizëm në Mat nuk ka zhvillim vetë bujqësisë dhe blegtorisë. Në qoftë se do të harmonizojmë bujqësinë, blegtorinë dhe turizmin, Mati të zhvillohet. Mati ka burime natyrore të jashtëzakonshme. Është parku kombëtar i Qafstamës, Gjallë Gjosajve, Lugina e Shkopetit. Dhe deri më sot janë fut 50 milionë euro në Bashkinë të Matit. Asnjë nga këto zona nuk është investuar, nuk është përmirësuar infrastruktura. Do të luftoj fort korrupsionin. E di pse bëhet, se zoti Burimi ka drejt në thelb, në qoftë se do të marrish në analizë dhe zotit Burimin, sepse të gjitha investimet prej 50 milionë euro është hedhur nga viti 2019 e deri më sot janë për interesa personale klienteliste dhe jo për të zhvilluar Matin. Në Mat nuk ka punuar kush për të zhvilluar sektorët strategjik të Matit. Në Mat është luftuar për interesa personale dhe klienteliste dhe jo pa qëllim. Ka 30 kallëzime në SPAK, në prokurorinë e posaçme për drejtimin e Matit në 6 vitet e fundit. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zonja Elida Buçpapa që lidhet nga Zvicra. Mirëmbrëma zoti Eduard, unë desha ju uroj sukses, po dua t'ju pyes. Problemi është gjithmonë kjo vjedhja e votave. Keni thënë që keni infrastrukturën tuaj. Si do ta mbroni votën tuaj konkretisht? Janë disa faktorë që ndikojnë në manipulimin e votës, e nderuar. Është një pyetje me themel që është edhe manipulim, nuk diskutoj që
janë shumë mënyra për t'i manipuluar, po ju si do ta mbroni votën tuaj? Atëherë, këtu kemi e gjithë administrata shtetërore në terren për të kërkuar në terren ushton presion ndaj gjithë banorëve të zonës por unë besoj fort tek digniteti i Matjanit, tek morali i Matjanit, tek ajo që e ka karakterizuar në Po shekuj. mirë, të moralin e Matjanit, si deri tash do të mundohet me gjithë burimet njerëzore, me gjithë besimin që më kanë shprehur matjanët për takime, që vota e matjanëve ditën e votimit të jetë e sigurt. E di që është një mision i vështirë, parama unë mendoj që kam krijuar gjithë infrastrukturën e nevojshme që ditën e votimit mos preket vota e matjanit. Unë e di problematikat, është treni bullgar, po para se shkojmë tek treni bullgar kemi 1001 problematika tjera. Pra, janë këto ditë që nga ky moment që unë flas, ke makina në terren që po investohen me të gjithë potencialin e tyre. Ke gjithçka, por unë do të mundohem t'i monitoroj. Do të mundohem sepse nuk kam frikë të përballem, sepse përballen e kam patur që në vitin 47 familja ime dhe atë çka unë përfaqësoj. Edhe jam i gatshëm të përballem çdo moment me të gjithë ata njerëz që më rrethojnë, që kanë besim tek unë për t'i kthyer shpresën dhe dignitetin matit. Po deri tash keni marrë ndonjë fakt të këtyre manipulimeve, këtyre shpërndarjeve të është e thjesht fakti që administrata publike në impulsin civil troket nder për kërkuar votën për kandidatin e Partisë Socialiste, a ka presion më të madh. Nuk lejohet në mënyrë kategorike që në impuls civil të shkojë dhe të paraqitet tek e qytetarit për të kërkuar votën. Atë drejtë e ka vetëm stafi elektoral, e ka kandidati për të paraqitur, për të trokitur në derën e qytetarit për të kërkuar votën. Nuk mundet një nënpunës civil, nuk mundet një drejtues institucioni të kërkojë votën tek qytetari. Dhe kjo është një ndër aspektet që e vën në pozitë qytetarit për pushtetin që ka për pushtetin që ka punojësi i administratës apo dikush tjetër. Por unë besoj fort tek ndërgjegjja matjane, besoj fort tek digniteti matjan, se gjithmonë ka një fund. Gjithmonë ka një fund. Dhe unë mendoj që ka ardhur fundi për të sjellë ndryshimin, për të punuar për interesat dhe për të mirën e matjanëve. Unë besoj fort tek digniteti matjan. Se ka një histori me shtetformimin, ka një histori me përballjen. E unë mendoj që ky është momenti final për arsye se demokracia është rrezik, jo vetëm në Shqipëri. Rezultatet nuk flasin për dinjitetin e këtu, ne këtu flasim se si do mbrosh votën, se ajo nuk lidhet me dinjitetin, se dinjitet ka patur Matjani deri tash. Ku i shkoi dinjiteti? Ato duhet ta mbush, duhet keshin pra ti thua ke infrastrukturën. Kjo është interesant se si e ti do ta mbrosh votën, se kjo është më e rëndësishme mbrojtja e votës. Po si do ta bësh? Mbrojtja e votës, unë mendoj që kam rreth vetes një staf i cili e njeh fort mirë se çfarë është ligji, çfarë është kodi zgjedhor. Do të bëj gjithë përpjekjet e mia për të zbatuar praktikat të gjitha ato dispozitat e kodit ligjor. Unë kam menduar që të administroj procesin duke respektuar dispozitat ligjore të kodit ligjor, kur në qendrën e votimit nuk mund të ketë persona të pranishëm që të frustrojnë qytetarin për të votuar. Unë kam menduar për të patur përfaqësues dinjitoz, përfaqësues të cilët din ta mbrojnë votën. Unë po bëj trajtime me mbrojtësit e votës time për të folur gjithmonë në emër ligjit dhe për llogarit ligjit. E unë mendoj që kam një punë, e di që kam një punë shumë vështirë përpara, por besoj fort ke stafi që unë drejtoj, tek njerëzit që mbështesin për të krijuar mundësi Matjanit për të votuar lirë ditën e votimit. Dhe ky është ajo edhe klima e besimit që kanë krijuar njerëzit tek unë. Për arsye se ato e dinë fort mirë që ky personi me një kontribut kaq të gjatë e dinë fort mirë se çdo të thotë mënyrën se si do të mbrohet vota. E unë mendoj që me besim tek vetja, tek njerëzit që më rrethojnë, me besim tek digniteti i Matjanit, mendoj që do ta garantoj lirinë e votës atë ditë. Mendoj që do ta garantoj lirinë e votës atë ditë. Faleminderit. Faleminderit zoti Eduard. Mendoj se shqetësimi jonë është në krah të mbrojtjes së votës. Po duhet edhe me kuptosh se përballë ke Është e vërtetë. Okej, fjalën e jap zotit Ardian Muraj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si udhtohet për në map?
pasi ura e zogut me sa di është prishur. Atëre, realisht ura e zogut ka lidhur gjithë Kurbinin me Mirditën dhe ajo rrugë është ndërtuar në atë pjesë ku foni ju i nderuar vjet në Rrëshen dhe rruga e vjetër e Zogut është bërë një investim vitin 2012 dhe pas vitit 2012 u lanë mëshirë të fatit dhe nga pjesa e Mirditës nuk mund të udhëtosh përveç se me makina Forestrada. Pyetjen e bëra pikërisht për të qëllim sepse një nga prioritetet tuaja ishte turizmi dhe ky ky xhevahir ose ky lloj kjo infrastrukturë qoftë muzeale nuk vjet në shfrytëzim dot, që ju të keni një mundësi për të marrë, si thuash, ato tregues të mirë për sa i përket vizitorëve. Atëherë, nëse do shohim rrugën e vjetër të Mbretit Zot që ka të dy pjesët dy zona turistike të Matit janë përveç luginës së Shkopetit, është pjesa e Qafshtamës, parku kombëtar i Qafshtamës, gjysma e këtij parku është në territorin e Matit, edhe parku kombëtar i Zallgjoqave. Në atë kohë në vitin 33, në rrugën e vjetër që në rrugë e Arbrit, se realisht aty ka qenë rrugë e Arbrit, ka qenë funksionale. Ajo rrugë sot është mëshirë të fatit dhe që është më dobët se sa në atë kohë. Nuk është investuar në këto zona dhe nuk ka patur një plan strategjik zhvillimi të Matit, por të gjitha investimet i përmenda i ceka më para janë për interesa personale dhe nuk janë për të zhvilluar Matin, për zhvilluar turizmin Mat. Pikërisht unë e di që ka një infrastrukturë të rënduar për zhvilluar turizmin Mat. Po në qoftë se ne nuk do të investojmë në këtë infrastrukturë, nuk zhvillohet Mati. Rrugët e fshatrave janë në mëshirë të fatit. Unë e di që ka punë kolosale, por ama e fundit ajo e kryetarit bashkisë, atë gjën që ta bësh, mos shpërndash dhe të mos shtrosh asfalt elektoral, po të bësh gjithë gjë që të rezistoj kohës konform një projekti të detajuar dhe në sinkron me planin e përgjithshëm të zhvillimit Matit, ku turizmi, bujqësia, blegtoria të jenë harmoni të plot dhe në funksion të njëra tjetrës për të patur një Mat me zhvillim ekonomik qëndrueshëm. Dhe lidhur po prap me këtë, me pjesën e investimeve. Një ndërhyrje, realisht pas vitit e përmenda edhe më parë. Pas vitit 2019 ka patur lek në Mat. Ka patur lek 50 milion euro. Dhe në qoftë se do të ishin në sektor strategjik, turizëm, bujqësi dhe blegtori dhe në infrastrukturë do ishte bërë gjithë Mati. Dhe sot do të kishim një Mat të zhvillueshëm, një Mat ku do të lëvizonte ekonomia. Por këto shumë parash kanë hyrë për interesa personale në dorët e një grupi të vogël njerëzish. Janë investime të cilat nuk kanë patur akses në përmirësimin e jetës ekonomike e sociale të Matit. Janë investime të cilat nuk kanë dhënë impakt. Në qoftë se të paktën ujësjellësi më i madh që është bërë Mat, 14 milion euro, është një shifër për territorin e Matit e konsideruar. Një ujësjellës i cili nuk funksionon. Një ujësjellës, unë shkoj në gjithë fshatrat e Matit, në gjithë fshatrat i kam takuar të gjithë banorët e Matit. Gjithë ky investim sot nuk ka ujë. Në asnjë njësi administrative të Bashkisë Mat. Nuk ka ujë sepse ai projekt është projekt korruptiv, është projekt i cili është bërë për interesa personale, nuk është bërë për të investuar Matin, pa përmendur projekte tjera që lënë për dëshiruar. Të hidhem në një investim tjetër për sa i përket shëndetit dhe pastërtisë qytetit. Në tetor të vitit 2022 u inauguruan nga kryeministri Rama dhe zëvendës kryeministja e tanishme Belinda Balluku landfilli i Matit. Si është gjendja dhe situata atje? 400 milion lekë vjetra dhe aty mbetorinat hidhen në mëshirë të fatit. Landfilli ka hikur. Është investuar dhe një rrugë për të shkuar tek landfilli që është jashtë funksionit. Nëse ka katastrofë urbane, është landfilli i inauguruar nga zëvendës kryeministja sot Belinda Balluku. Është një masakër mjedisore, është një tender korruptiv i cili nuk ka funksionuar asnjëherë, vetëm si fasad ditën që është inauguruar me plasmas sipërfaqësor. Ndërsa aty sot është burim infeksioni, është burim mjedisor, është një vepër korruptive e cila është e kallëzuar në SPAK realisht. Ju faleminderit. Faleminderit ju.
Faleminderit zoti Brajlika, pyetjen po e bëj unë. Ju jeni një njeri i drejtësisë, pra, që punon në sektorin e drejtësisë. Pyetja ime është, a mendoni se krimi organizuar në mat mund të influencojë në votën e matjanëve përmes kërcënimit? Dhe nëse ju keni bërë një betejë të profesionit tuaj pikërisht në mbrojtje të territorit të matit? Po, e nderuar, mendoj që krimi organizuar ka ndikuar në zgjedhjen në Shqipëri, ka qenë, por krimi organizuar mendoj që nuk ka sëreshtur asnjëherë. Krimi është krim, ndodh në çdo kohë, por unë kam besim fort ke vetvetja se e njohim personin Eduard Brajlika, i cili do të përballet në të gjitha format, sepse unë mendoj që duhet përsëri tek matjanët dhe të gjithë e dinë, qoftë pushteti, qoftë krimi organizuar, të gjithë ato që duhen të jetojnë me taksat dhe detyrimet tona që paguajmë shtetin shqiptar. Unë mendoj që ato e dinë fort mirë se Eduardi nuk tërhiqet nga kjo betejë. E dinë fort mirë, sepse di një gjë shumë të mirë gjithë matjanët. I dinë vujtjet e mia 15 vjeçare të parëve të mi, atë pyetjen e parë që e drejtuat ju ndaj meje. Dhe unë nuk kam frikë për ballën me cilin do, absolutisht. Ju stopoj një çast se unë nuk e bëra këtë pyetje, por ju e thatë mes përgjigjes. Pra keni pasur presion të tërhiqeni nga gara? Jo, absolutisht. Atëherë pse thoni që nuk tërhiqen? Unë po them do të përballem. Me të gjitha format. Një ndër format është dhe krimi organizuar. Unë element të tillë, personi tim, jo, absolutisht. Deri në këtë moment që flasin, unë nuk kam asnjë lloj përballje. Por në qoftë se ato, se skenari i tyre është entja dhe premtja dhe shtuna. Në qoftë se ata do të nisin me skenare të tilla, unë do të përballem me ta. A keni ju një betejë duke shfrytzuar profesionin tuaj, një betejë që e keni në parësore në territorin e matit. Pra të gjithë kemi një betejë, besoj që na prek në lidhje me territorin. Në këtë këndvështrim të kësaj pyetje që bëra. Po. Unë e nderuar për shkak të profesionit, unë monitoroj 24. Dhe gjithë ato persona të cilët do të tentojnë të prishin garën e barabartë, do të përballen me ligjin nesër. Do të përballen me ligjin nesër, do të përballen fort se mbrojtësi, personi i cili do t'i kallëzoj nuk do të jetë një njeri rutin, po do të jetë një njeri që e din mirë se ç'është ligji, e din mirë se çfarë është prova dhe fakti, dhe di mirë se si vërtetohet fakti penal. Pra do ta kthejnë në betejë ligjore. Absolutisht. Faleminderit. Ja fjalën Artanit, se kishte Artani një pyetje. Faleminderit, Alba. Zoti Eduard, thjesht një pyetje, meqense në rrjedhën e bisedës, ku e bazoni juve, ose më saktë ku mbështeteni më shumë juve, vetëm tek banorët apo edhe në këndvështrim politik? Për shembull, opozita ju ka mbështetur ju gjatë këtyre ditëve të fushatës, apo e keni thjesht personale kandidaturën për të qenë kryetar bashkie? A keni mbështetje nga opozita? Kjo është pyetja. Origjina ime është e djathtë, konservatore, dhe në përbërjen familjare më njohin gjithë mati. Absolutisht jo vetëm mbështetjen e opozitës dhe djathtës shqiptare, ndërsi subjekte të tilla politike si legalitetit që janë përkrahas nacionalizmit, ku dhe të partë e mi kanë qenë nacionalistë dhe kanë qenë mbështetës të asaj kohe. Unë kam mbështetje të plotë të gjithë strukturave, madje. Kam dhe një mbështetje që është risi në matë sa ere. Mbështetje socialistëve të vërtet. Se nëse ka njerëz që po bëhet padrejtësi, ta janë socialistët e vërtet. Unë luftën e kam me rilindasit dhe jo me socialistët. Ama, do të siguroj dhe një gjë. Unë e di që është e padrejta. Dhe ju përfshirë gjithë socialistëve të matit bashkohen me të vërtetën se nga Eduard Brajlika do të jetë zëri i tyre. Jo vetëm i demokratëve, të djathtëve, të legalistëve, por do të jetë dhe zëri socialistëve të vërtet. Se në Partinë Socialiste ka burime njerëzore të cilat kanë përfilnim familjen dhe adeun. Unë debatin e kam dhe fushatën e elektorale kam me patronazhistat dhe me rilindasit.
Po, Jo me socialistët e vërtet. deputetët e Partisë Demokratike i keni në fushat, kanë ardhur në fushat, ju ndihmojnë? Janë në mbështetje të kandidatit të gjithë subjektet politike përveç Partisë Demokratike, qoftë Partia Republikane, qoftë Egaliteti, qoftë parti tjera, janë mbështetje të fushatës elektorale të timen në një formë apo në një tjetër, me format e tyra. Bëjnë fushat me ju? E mbrojnë votën me ju? E djata shqiptare është mbështetje plot kandidaturës sime, në tërësinë e saj të gjithë. Që nga Partia Demokratike, Legaliteti që është faktor kryesor, është një ndër faktor pas Partisë Demokratike që është faktor kryesor në madh, Partia Republikane dhe parti tjera opozitare, të cilat kanë qenë në sinkron të kohët e fundit, janë mbështetje të kandidatit të pavarur për shkak të në asaj origjinës sime që unë përfaqësoj. Dakor, që në mënyrë deklarative, në mënyrë konkrete, dua të them. A i keni aty? Edhe konkretisht ata më janë ofruar për të vendosur në dispozicionin tim burimet njerëzore që kanë të gjithë, qoftë Egaliteti, qoftë Partia Demokratike, qoftë Partia Republikane, dhe absolutisht ma janë si gjithë qytetarët e tjerë janë. Madje kam edhe socialistë ndershëm që janë mbështetje time. Se në fund ditës janë banorë të Bashkisë Madhe. Faleminderit zoti Ibrahim Lika. Unë doja të pyesja por raporti me mediat. Përveç unë kam patur kohën e kufizuar të jemi realistë në raporti me media. A keni pasur oferta, sepse në media shohim shumë të vakët përfaqësimin e kandidatëve të pavarur. Unë kam patur, jam ftuar në media për shkak të angazhimit ditor timit, realisht përveç se televizionit lokal është edhe intervistimi i dytë që bëjmë me ju dhe jam shumë falenderues që më dhat mundësi të shpreh ata mendimet objektiva dhe qëllimet e mia në këtë nisëm të vështirë. Media lokale ka qenë bashkëpunues, ka publikuar disa aktivitete, qoftë në rrjetet sociale, qoftë në televizion, fjalën time kur e kam mbajtur përballë qytetarëve të Burrerit me datën 1 në hapjen e fushatës elektorale. Kam patur intervista sot nga media lokale, kam patur oferta dhe nga media tjera, por koha dhe angazhimi im është shumë i kufizuar. E ishte koha që isha në dispozicion tuaj për shkak të angazhimit ditor timit. Më duhet gjithë ditën që të punoj me qytetarë dhe mund duhet kontaktoj çdo qytetar që e kam shumë vështirë. Qartë. Koleg, keni ndonjë pyetje? Zoti Eduard, një pyetje shumë të shkurtër. Kë keni kundërshtar dhe a është i mundshëm debati si platformë në qytet? Realisht kundërshtarët e mi në këtë garë janë kandidati i Partisë Socialiste Ali Bonji, një kandidaturë e pavarur ish kryetare e forumit të gruas socialiste Suzana Pasha Hoti. Kundërshtari im politik është ish deputeti dhe ish kryetari i Bashkisë, njeriu kallëzuar në Spak Agronomale. Po debat do të keni përballë publikut me aq mundësi sa janë në qytet apo s'bëhet fjalë? Unë i kam njoftuar, unë nëpërmjet takimeve të vogla që kam patur edhe në rrjetet sociale kam qenë jam munduar të jemi kufizuar, unë i kam ftuar publikisht, do ftoj publikisht zoti Muraj. Urdhro. Absolutisht, në çdo media tek ju si gazetar që ju falenderoj pamas, në televizionin publik shqip, në TVSH, në Klan, në Top, gjithkund ku të kenë qef ata unë jam i gatshëm për përballën. E di pse nuk përballën ata, kanë frikë nga e vërteta, është e thjeshtë, nderuar. Numri juaj në fletën e votimit, që edhe kjo të pahet mend të paktën. 2. Ta gëzoni. Numri 2. Atëherë e mbyllim zoti Ibrahim Lika, pra na ndajnë vetëm 4-5 ditë nga vota e matjanëve. Cila është moto juaj në këtë zgjedhje? Atëherë gjithë matjanët e dinë që motoja ime në të zgjedhje është me zemër për matin. Faleminderit shumë, të urojmë suksese nga Unioni i Gazetarëve Shqiptar Profesionistë Diasporës. Faleminderit. Faleminderit, suksese. Suksese. Faleminderit. Sukses.